Bujqit e Tetovës ankohen se nuk I kanë marrë dëmshpërblime që u takojnë as ato të vitit 2023 dhe as të Bresherit që ra në qershor të vitit 2024. Bujqit thonë se pas dëmit të fundit këtë vit nuk kanë mbjellë sepse nuk kanë të holla dhe se janë në borxh serioz në barnatoret bujqësore e nuk kanë marrë prodhimet që t'i paguajnë. Ata luten që të kompensohen sa më shpejt. Ne nga I dëmi që kemi pas ina në humbje, në vend se të mbjellim bereqetet si kena mbjellë çdo herë, si mjet as gjysmën se ne mbrim, se nuk kena buxhet. Kena marrë në për apotekat bujqësore, veresi kena marrë, s'kena pas mundësi si mjet që kthejmë paret, ata nuk na hapën. Unë 10 kam pas 21 dekar grun, si mjet kom 7 dekar. 10 kam pas 2000 ronj patligjon, si mjet kom mbjell 500 ronj. Çdo produkt jonë gjimës për ndër gjimës, që I kom mbjell dhe tash, se nuk kam mundësi t'i paguj, apotekat bujqësore s'na hapën veresi, se s'kina t'jo paguj. Zavendës ministri na thët se ka ngel në komunën e Tetovës, nuk I dorëzojnë dokumentat, ka problemit të çmimi në treg si shkon, për të mbjellurat s'kemi të najsim. Atje ku kemi marrë qëra vjet veresaj, kom ta pare, ata nuk pranojnë. Se I kërkon të qenë paret, ne ti marim prapë, vazhdojmë. A nësë vjetë kemi hup kitë, total. Që hajde, di shefni, kitë arat rajnë, pa mbellë hiq. Qëra vjetë ku mbellë, ka 20 dekar kumpira, si mjetë alas ku mbellë 1 dekar kumpira. E lash Gjermani, për çka kurse më punoj këta në vendin tem, amon që më marrë prapë dhe në shkojsh bo shqiptari Gjermanit se sa të rejsh tau. Nga Komisioni Qeveritar për kompensimin e dëmit thonë se problemi qëndron në komunën e Tetovës. Komisioni nuk I ka mbushur si duhet formularet dhe dokumentacioni është kthyer disa herë. Vlerësimin e dëmit, gjithsesi vlerësimin e vlerës përgjithshme të dëmit duhet që ta bëjë Komisioni Komunal në bazë të kërkesave që ka për kompenzim të dëmit nga qytetarë. Dhe si të tillë, në bazë të metodologjisë, Komisioni Komunal duhet që të dorëzojë lëndën e kompletuar deri tek komisioni I cili formohet nga ana e qeverisë. Përveç asaj që nuk është përcaktuar vlera e përgjithshme e dëmit, gjithashtu lënda nuk është e kompletuar në bazë të metodologjisë, gjithsesi tabelat të cilat janë pjesë përbërëse e metodologjisë nuk janë të plotësuara konform asaj që kërkon ligji. Ka gjithashtu edhe komunat të tjera të cilat kanë të njëjtën problemin e të njëjtës natyrë, gjithsesi me kompletimin e lëndës në bazë të metodologjisë. Kemi komuna për shembull siç është Velesi apo komuna e Dullmenit, komuna e Gjevgjelistës. Nga komuna e Tetovës pranojnë se nuk kanë dorëzuar dokumentacion deri në Komisionin Qeveritar, por arsyetohen se janë akoma në afatin kohor. Nga Komisioni po ashtu na informuan se për momentin janë duke finalizuar disa detaje në lidhje me metodologjinë. Raporti përfundimtar është në fazën e fundit. Sigurisht që, ky proces ka shkuar sipas standardeve dhe sipas afatit kohor, me qëllim që kjo situatë realizohet me profesionalizëm dhe me transparencë. Në momentin që plani përfundimtar do të jetë gati, do të dërgohet deri tek Komisioni për vlerësimin e dëmeve në Shkup. Në Tetovë të dëmtuar janë 560 qytetarë që merren me bujqësi, por edhe anvisëri që kanë dëme nga vërshimet, por edhe dëme nga të rreshurat e Bresherit. Në qershor të vitit 2024, kryetari I komunës së Tetovës bashkë me ministrin e bujqësisë dolën në terren për të parë situatën ku edhe ju premtua bujqëve marrja e dëmshpërblimit.